Nesër në Kosovë do të protestohet, kësaj radhe organizimi u bë me qëllim kundërshtimin e shtrejtimit të rrymës. Ankesa do të adresohen para 3 institucioneve, mes tyre protestuesit do drejtohen edhe para qeverisë së Kosovës. 3 operatorë energjetik kërkuan rritje të çmimit të rrymës mbi 20%. Kjo kërkesë e Keskos, Kostit dhe Kecit ka ngritur reagim nga qytetarët të cilëve drejt për drejt u preket xhepi. Si shkak, organizata të ndryshme kanë marrë iniciativë për realizimin e një proteste të premten. Protesta e thirrur të premten nga ora 13 do të ketë 3 destinacione, duke filluar nga objekti i Kec, do të vazhdojë tek zyra e rregullatorit për energji dhe do të përfundojë tek qeveria e Kosovës. Pjesë e këtij organizimi është edhe sindikata e re e Kekut. Nejat Lumnica thot se kërkesa do të jenë të qarta të kthehet Kek ashtu siç dikur ka qenë. Ne aludojmë se distribucioni të kthehet Kekut ashtu siç ka qenë, mos të jetë Kesko, për arsye se ne besojmë se profiti është sektorit privat e jetë sektori publik dhe për ta pasur ma lirë të përballueshme qytetarin, ma mirë punëtori, faktikisht korporata energjetike do të jetë shumë e fuqishme në aspektin e prodhimit. Lumnica pret që qytetarët të dalin në protestë në mbështetje masive drejt kësaj nisme. Ne do të sqarojmë planën dhe planifikimin që do ta kemi për kauzën e ardhshme dhe faktikisht do ta kemi në kauzë që distribucionet të kthehet Kekut dhe favoret e tina në kuadër të qytetarit, në kuadër të Republikës. Rritjen e tarifave të rrymës po e cilësojnë të papërballueshme edhe nga kolektivi për veprim dhe mendim feminist që janë bashkangjitur organizimit të protestës. Kushdo që ka dëshirë të i bashkangjitet grupit dhe të organizojnë bashk, ne jemi të hapur. Kjo nuk duhet të jetë protesta e fundit. Ne kemi parë shumë mirë që Zëreja bashkë me Kecin nuk e kanë ndërmend të nalen sa i përket bashkëpunimit të tyre që çdo herë më shumë ta vjedhin xhepin e qytetarit të Kosovës. Vitin e kaluar, zyra e rregullatorit për energji kishte miratuar rritje të tarifave për 16.1% krahasuar me vitin paraprak. E ndonë se Ministria që ajo drejton ka përgjegjësi direkte për sektorin e energjetikës, Artani Rizvanulli tentoi të arsyetoj situatën me rrymën. Por kjo po shihet si përpjekje për ta mbuluar dështimin në planifikimin e importit. Investimet në korporatën energjetike të Kosovës tha se do të sjellin periudha sfiduese. Është investimi më i madh dhe më serioz, investimi i parë serioz që po bëhet në Kek pas 40 vitesh. Ministrja në detyre ekonomisë Artane Rizvanolli tha se shteti duhet të sakrifikojë me ndaljen e blloqeve në Kek në mënyrë që investimet të realizohen. Kjo është një sakrificë të cilën duhet ta bëjmë ne, për ne dhe për gjeneratat e ardhshme. Deklaratat e tilla të Rizvanollit po cilësohen jo të duhura sipas njësës për çështjet e energjisë Janina Ymerit. Fillimisht sipas saj, nëse ka ndërhyrje, është dashur të ketë edhe planifikim të duhur. Nuk ka pse mu sakrifiku një popull, ku nuk është as në gjendje emergjente, as në gjendje lufte. Na jemi në ekonomi tregut lirë, jemi në kapitalizëm dhe çfarë do riparimi që është u bo në termocentral, ka pas mundësi me fillimisht me u planifiku si import, pastaj me u bo renovimet e mundshme, qoftë ky modernizim, qoftë ky shtimi kapaciteteve apo të tjera. Ymiri thot se këto janë arsyetime për të mbuluar mos planifikimin e importit. Një blok e ndalë që shkon në udhës e organizon importin më harët edhe din sa e blen, ku e blen, kur e blen. Krejt kjo ka mujtë më drejtu në instanca shtetënore. Tash, çka ka ndodhë është që ndalet bloku edhe del në treg ditor Kosova. Në treg ditor rritet çmimi. Po si Ymerit, ajo se çfarë tha Rizvanolli në një ngjarje ku ishte i pranishëm edhe kryeministri në detyrë, mori vëmendje edhe më të madhe. Dikush që e njeh këtë fushë thot se deklaratat e ministres në detyrë janë të papërgjithshme dhe tregojnë mungesë të llogaridhënies për gjendjen kaotike të sistemit elektroenergjetik. Do të çojë në fatura më të larta për qytetarët, në mungesë stabile të furnizimit me energji elektrike, në humbje të konkurrentshmërisë së bizneseve dhe në fund varfërim të qytetarit. Vetë Rizvanolli reagoi në rrjetet sociale duke mohuar se deklaratat e saj kishin këtë kuptim.
Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani do t'i drejtohet zyrës së rregullatorit të energjisë në lidhje me tarifat e reja të energjisë elektrike në vend, që do të shqyrtohen nga ky rregullator e që potencialisht mund të hyjë në fuqi në muajin prill të këtij viti. Bekem Kupina, këshilltar për media i presidentës Osmani, ka thënë se qëndrimi i presidencës do të mbetet i njëjtë nëse ka ndryshime ose rritje të tarifave. Po para Ministrisë së Ekonomisë sot është organizuar një aksion nga rinia e PDK-s. Këta kundërshtuan shtrenjtimin e rrymës, duke thënë se energjia elektrike është nevojë esenciale për qytetarët e jo luks. Sipas tyre, me këto zhvillime, qytetarët e Kosovës po varfërohen. Me një faturë të madhe ju drejtuan objekte të Ministrisë së Ekonomisë. Jetoj me borxhe ishte mesazhi kryesor i aksionit simbolik të disa të rinjve që përfaqësojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Qëllimin e këtij aksioni e tregoi njëri prej tyre në emër të rinisë së PDK-s. Sot s'kemi ardhur me pankarta. Kemi ardhur me një faturë. Një faturë që po e ngulfat jetën e qytetarëve çdo muaj. Një familje në Kosovë me 1000 euro të ardhura mujore ka 1085 euro shpenzime bazike. Pa luks, pa pushime, pa kursime. Vetëm buk, vetëm rrym, vetëm ngroje, vetëm qira, ilaçe dhe shkollë për fëmijët. Minus 85 euro çdo muaj. Çdo muaj fillon me borxhe, çdo muaj mbyllet me frikë. Rritja paralajmëruar e çmimit të energjisë elektrike po konsiderohet si goditje direkte ndaj familjeve në Kosovë. Paramendoni sa vështirë është jeta për ta. E lere më për një familje që ka vetëm një antar të punësuar. Aty nuk flasim më për vështirësi, aty flasim për mbijetesë. Dhe shkaku kryesor, dihet, rryma. 175 euro faturë mujore për energji elektrike. Rritja prej 21% e çmimit të energjisë elektrike nuk është reformë. Është goditje direkte ndaj familjes. Është shtytje drejt varfërisë. Tremsyla nga PDK tha se qytetarët jo vetëm që po varfërohen, por edhe po vidhen. Energjia nuk është luks, është nevojë bazike. Sot, kjo faturë do të qëndrojë këtu, derisa dikush të marrë përgjegjësi, sepse Kosova nuk mund të qeveriset duke u ftohur shtëpinë qytetarit për ta ngrohur propagandën e Albin Kurtit. Këtu kërkuar dhe transparencë në menaxhimin e sektorit energjetik dhe politika që mbrojnë qytetarët, e jo siç thanë ata që i shtyen ata drejt varfërisë dhe borxhit. As për rrymën, por as për zhvillimet e tjera, pranoi të deklarohet sot kryeministri në detyrë Albin Kurti. I pyetur rreth aktgjykimit të kushtetuesës për nënkryetarin e kuvendit, ky tha se nuk ka kohë ta komentoj. Rreth këtij vendimi nuk u deklarua as ambasadori francez që ndodhej në të njëjtën ngjarje. Pas njoftimit nga gjykata, shtoi se po e pret aktgjykimin e plot të kushtetuesës. Sa i përket gjykatës kushtetuese, ne kemi vetëm njoftimin e gjykatës kushtetuese, nuk e kemi arsyetimin për vendimin e tyre. Mirë po kur dokumenti me 35 faqe u publikua, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk pati kohë që ta komentoj. Përveç Kurtit, pyetjen për vendimin që mori gjykata kushtetuese për nënkryetarin e kuvendit e menjanoi edhe ambasadori francez Olivier Guéraud. Për këtë çështje do të komentoj më vonë. Këta të dy të enjtën ishin së bashku prezent në ngjarjen French Business Day, të organizuar nga Këshilli i Investitorëve Evropian. Duke promovuar Kosovën si destinacion investimesh, shefi në detyrë i ekzekutivit tha se janë të gatshëm për projekte të mëdha. Së pari, Kosova është e gatshme për partneritete të mëdha infrastrukturore. Së dyti, Kosova është e hapur për investime serioze. Dhe së treti, Kosova po zgjeron mundësi tregtare me Evropën, me rajonin dhe më gjërë. Teksa përfaqësuesi i Francës në Prishtinë, Guéraud theksoi se interesi i kompanive franceze dëshmon atraktivitetin e vendit. Vendi po transformohet, po zhvillohet, po ndërtohet, por modernizohet, po investon. Është gjithashtu një vend me të cilën Franca mban një marrëdhënie shumë pozitive, një partner, por edhe më tepër një vend mik. Kjo marrëdhënie mbështetet në lidhje serioze me diasporën, e cila është padyshim e dukshme mes nesh dhe në lidhje kulturore.
Prezent në panele diskutimi ishin edhe ministra tjerë në detyrë të ekzekutivit si Rozeta Hajdari e Artane Rizvanolli. Drejtësia në një institucion të drejtësisë po kërkojnë 6 të pakënaqur rreth zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kaq është numri i personave që ju drejtuan Gjykatës Supreme, e cila ka kohë 5 ditë për shqyrtimin e tyre. Nëse refuzohen, i hapet rrugë certifikimit të rezultateve. S'ka kuptim, falni, s'ka kuptim kjo punë. Ankesa listës serbe për mosmiratimin e rezultatit zgjedhor u aprovua nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, por 6 të tjera që u parashtrua në PZAP u hodhën poshtë si të pabazuara nga ky organ. Atë epilog e mori edhe ankesa Partisë Rome të Bashkuar, të cilët sipas PZAP-s nuk bashkangjitën prova të mjaftueshme. E kryetari i tyre Albert Kinolli njoftoi se parashtroi ankesën edhe në Gjykatën Supreme, pasi është i bindur se komunitetet morën vota edhe nga shqiptarët. Nuk ishme pas kuptim vendet e rezervuara apo të garantuara. Çka nëse nesër për shembull paraqitet një parti politike fatans dhe hapet në emër komunitetit rom dhe komuniteti shumicë nga komuniteti shumicë merr 2000 vota, dhe atëherë çdo komunitet pakisë si rom e tjerë do t'i përfaqësonte shumica shqiptare. Atëherë cila është poenta që ekzistojnë vendet e rezervuara për komunitetet pakisë. Sikurse ankesën e dorëzuan në Supreme edhe 5 të tjerët njoftuan nga gjykata këtë të njëjtë. Në Gjykatë Supreme deri më tani janë pranuar 6 ankesa administrative. Një ankesë administrative kundër vendimit të PZAP-s nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, një ankesë administrative kundër vendimit të PZAP-s nga koalicioni PAI, PDAK dhe LPB, një ankesë administrative kundër vendimit të PZAP-s nga Mila Rexhepi, një ankesë administrative kundër vendimit të PZAP-s nga Partia e Re Demokratike dhe 2 ankesë administrative kundër vendimeve të PZAP-s nga Bekem Axhiu. Afati për vendosje lidhur me këto ankesa të parashtruara në gjykatë është 5 ditë. Institucionet po vazhdojnë hetimet rreth zgjedhjeve të 28 dhjetorit, kjo pas dyshimeve për dallavere në këtë proces. Qindra komisioner që kanë përgjegjësinë në numrimin e votave u intervistuan e shumë prej tyre edhe u ndaluan. Kjo sipas njohësve të drejtësisë po bëhet për shkak të dënimeve të ulta që shqiptohen nga gjykatat ndaj tyre. Stacionet policore në gjithë Kosovën këtë ditë kanë qenë të mbushura me të dyshuar. Nga Prizreni në Gjilani deri në Pej, qindra komisionerë intervistuan si të dyshuar për manipulim me vota. Shumica prej tyre i shpëtuan masës së sigurisë, mirë po kishte edhe të tjerë që u ndaluan me masën e 30 ditëve në paraburgim. Disa nga ta pritet që të nënshtrohen një procesi gjyqësor ku vepra penale parashen një shkallë jo të ulët e dënimit. Megjithatë, praktikat e deri tanishme në gjykatat e Kosovës nuk janë treguar mjaft efikase që ky fenomen të mos përsëritet më. Dënimet nuk janë që janë të ulta, por deri me tash nuk ka pas ndonjë dënim më herët soi për këtë çështje të zgjedhjeve të kaluar, përveç se viteve 2006-2007 kur ka qenë atë afera e quajtur vjedhje industriale, në atë periudhë kohore nuk ka pas dënime soi për këtë çështje me burgim efektiv, ndërsa tash e tutje edhe ka ndrru kodi penal e Republikës Kosovë, kështu që dënimet janë më të ashpra. Gjithsesi ky kapitull i përfshin 11 vepra penale soi për këtë çështje të drejtës së votimit. Për këtë që provohet se ka kryer veprën penale të falsifikimit të votave, e pret dënimi deri në 5 vite burgim. Disa komuna që i kom përfaqësu, ato është neni 216 falsifikime rezultateve në votim, do thotë dënimi më i ulët është 3 deri në 5 vjet. Në parashe, kushdo që thotë mashtron, ndryshon ose falsifikon, soi për këtë çështje një person zyrtar që konsiderohet pjesë e Komisionit Qendror Zgjedhor, që e keq përdor atë detyrë. 2 vite më parë një ish-kryesues e vendvotimit në Mitrovicë është dënuar me gjope 1500 euro. Duke keq përdorur detyrën zyrtare, Enis Osmani ka regjistruar në mënyrë të pasakt gjithsej 246 vota, 228 prej tyre si vota të shtuara dhe 18 prej tyre si vota të hequra. Ky shërbim siç duket ja ka shpërblyer mundin ish-këshilltarit politik të Fatën Pecit, pasi këtë vit u emërua nën kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka njoftuar për një takim me kryeministrin e mbretërisë e Eswatinit, Russell Dlamini. Për këtë vend, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, kishte thënë se ka tërhequr njohjen ndaj pavarësisë së Kosovës.
Megjithatë, Osmani tha se I ka shprehur mirënjohje për njohjen e hershme të pavarësisë së Kosovës e gjithashtu edhe gatishmërinë për të avancuar në raportet mes dy shteteve. Gjatë samitit botëror të qeverisjes, pata kënaqësinë të takoj kryeministrin e mbretërisë e Eswatinit Russell Miso Dlamini, e ku shpreha mirënjohjen e popullit të Kosovës për njohjen e hershme të pavarësisë dhe gatishmërinë për të avancuar drejt lidhjes së marrëveshjeve në fusha konkrete me interes të dyanshëm. Po ashtu diskutuan për koordinim më të ngushtë në forume multilaterale, ka thënë Osmani në postimin e saj në Facebook. Një tragjedi e rënd ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës më 4 shkort në qytetin Rugë pranë provincës Lucas në Itali, ku 4 antar të një familjeje me origjinë shqiptare kanë vdekur si pasojë e helmimit me monoksid karboni në banesën e tyre. Sipas autoriteteve italiane, viktima dyshohet se janë prindërit, një burr 48 vjeç dhe një grua 43 vjeç, si dhe 2 fëmijët të tyre të moshës 22 dhe 15 vjeç. Identitetet e viktimave ende nuk janë bërë publike. Një person I 5 pjesë e familjes është nxjerrë I gjallë nga banesa dhe është dërguar në gjendje kritike në spitalin Kinasello në Pisa, por raportohet se nuk ndodhet në rrezik për jetën. Alarmi është dhënë pas orës 20, ku një I afërm I familjes nuk ka arritur të kontaktojë me ta. Forcat e emergjencës, përfshirë autoambulanca, ekip mjekësor, karabinier dhe zjarfikës, kanë bërritur në banesën e ndodhur në via Galgani. Me gjithë përpjekjet për shpëtim, 4 personat janë gjetur pa shenja jete. Shtetasi I Kosovës Mithat Lozhani është arrestuar sot gjatë kalimit tranzit në Serbi. Kështu ka njoftuar avokati Arjanit Koci, I cili tha se Lozhani u arrestuar rreth orës 11. Ai ftoi shtetin që ta trajtojë me seriozitet çështjen e arrestimeve dhe të shtetasve të Kosovës në Serbi. Ky nuk është rasti I izoluar, arrestimet e shtetasve të Kosovës gjatë tranzitit në Serbi po përsëritën dhe kjo po krijon pasiguri reale për çdo që udhton përmes atij territori. Këto arrestime duhet të ndalen. Shteti I Kosovës ka obligim të trajtojë këtë si çështje serioze të sigurisë së qytetarëve, duke kërkuar edhe ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare. Deri atëherë, diplomacia jonë duhet të reagojë fuqishëm pa përjashtuar masa konkrete politike, përfshirë edhe mbylljen 24 orëshe të kufirit nëse arrestimet vazhdojnë, ka shkruar Koci. E ka shtuar se mbrojtja e qytetarëve është përgjegjësi e shtetit edhe jashtë kufive të tij. Ekipi të 7 sot ka qëndruar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Brenda hapësirës së institucionit kryen çdo ditë analiza të cilat masin cilësinë e ujit në vend. Mirë po sfidë për laboratorin e ekologjisë humane mbetet stafi I cili nuk është I mjaftueshëm. Brenda 24 orëve monitorohen vazhdimisht. Të tilla mostra të ujit për ditë ju nënshtrohen analizave në laboratorin e ekologjisë humane brenda Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Mjafton një numër të jetë jashtë standardit dhe njoftimi që uji ndalohet për përdorim ose pije lëshohet më njëherë. E së fundmi me më shumë kujdes po përcillet vazhdimisht cilësia ujit të Badocit. Për këto analiza që kryhen në këtë laborator foli drejtori I departamentit Ergül Binqe. Prej momentit që kena vrejt që ka lëvizjen e turbiditet, edhe është ka qenë I lartë, është duke orë në vendi vetë, është duke ra, e kemi përcjell në pikat prej daljes nga fabrika e deri te pikat më të larta që janë ku, vjen deri te shpërndarja e atij ujit. Binqe tha se marrin mostra dhe nga qytetet të tjera për të cilat bëhen analiza mbi cilësinë e ujit. Fillon me atë që mostruesi del, I mbledh mostrat, I sjell në laboratore, gjatësisht në zyrën e pranimit, zyra pranimit të regjistron se ne jemi laborator I akredituar, tani I çon në laboratore gjetse, ku laboratore gjetse fillojnë mi bu analizat dhe në fund mrena ditës ato që janë në fiziko-kimike
por cilat janë sfidat që përballen me to. Sfidat kryesore janë në stafi. Dhe thonë, na mujna me ble aparaturat të ndryshme, mujna edhe hapësirat mi ndërtu për një kohë të shkurt, por personat që punojnë është pak merr kohë. Dhe thonë, posaçërisht mjek specialist të kësaj lamie janë edhe të pakët. Ndërkohë niveli i turbullirës në Badoc vazhdon të jetë jashtë standardit, por që është vërejtur një përmirësim. Sot është organizuar Dita e Biznesit Francez, ku në kuadër të paneleve të mbajtura mori pjesë dhe drejtori ekzekutiv në Lima, Gökhan Agjikos. Ky foli për rëndësinë e stabilitetit në partneritetin mes publikut e privatit. Dita e Biznesit francez nuk do të shënohej pa pjesëmarrjen e tij. Disa panele këtë ajte i ndoqi ambasadori i Francës në Kosovë Oliver Guerot, me temën faktorët kryesor të suksesit të partneritetit publiko-privat në Kosovë. Diskutimi u bë mes 4 panelistëve. Një nga ata ishte edhe drejtori i një prej kompanive më të mëdha në vend, Dimak. Drejtori ekzekutiv Gökhan Agjikos tha se stabiliteti nuk ndikon në operacionet ditore, por ka një rol krik në vendime strategjike të investitorëve. Sipas përvojës sime personale në partneritetin publik-privat, mund të them se stabiliteti nuk ndikon në operacionet tuaja ditore, por mund të ketë disa ndikime më afatgjate. Për shembull, në rastin tonë, në sekondën e paqëndrueshmëri, nuk mund të flasim për vështirësitë ditore operative, ose një të hënën e mëngjes, nëse një fluturim atëron, po atëron nuk ndryshon. Por më afatgjate në aspektin e motivimit dhe gatishmërisë së investitorit të huaj, ky është një faktor kritik. Agjikos përmendi shembuj nga puna e aeroportit për të ilustruar ndikimin e kapaciteteve dhe koordinimin me qeverinë. Vitin e kaluar përfunduan vite me 4.6 milion pasagjer. Kapaciteti ynë teknik fillestar është 4.5 milion pasagjer. Pra, duhet të zgjasim ndërtesën e terminalit, por për ta bërë këtë nuk është diçka që ne thjesht vendosim dhe e bëjmë. Jo, nuk funksionon kështu. Së pari, duhet të nisim procesin së bashku me qeverinë. Duhet të kemi dritën jeshile nga qeveria e vendit përkatës, kështu ecet përpara. Në anën tjetër, drejtori i një biznesi francez në Kosovë foli për sfidat e investimit. Çfarë ka rëndësi tek investimet është stabiliteti dhe besimi në politikë dhe ekonomi. Mund të them nga pozita ime se rreziku më i madh në investimin e partneritetit publik-privat në Kosovë është në stabilitetin politik dhe ekonomik. Kjo ngjarje është rezultati i bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Investitorëve Evropian dhe Ambasadës së Francës në Kosovë dhe synon të shërbejë si një platformë e vazhdueshme për dialog dhe bashkëpunim ekonomik. Tani flasim për një zhvillim të rëndësishëm nga sporti. Agim Ademi i është besuar për herë të tretë pozita e kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës. Ademi, që nuk kishte kundër kandidat, mori besimin e të gjithë delegatëve të pranishëm. Agim Ademi është rizgjedhur kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës për mandatin e ri 4 vjeçar 2026-2030. Në kuvendin zgjedhor të FFK-s, i cili u mbajt sot, kryetari aktuale mori mbështetjen unanime të delegatëve. Pasi nuk ishte kundër kandidati, ishte e logjikshme se ai do ta fitonte edhe një mandat. Nga 52 delegatë të pranishëm në punimet e kuvendit, të gjithë votuan pro rizgjedhjes së tij. Pasi e mori mandatin e ri, kryetari Ademi i falenderoi delegatët për besimin dhe theksoi rëndësinë e unitetit dhe bashkëpunimit në udhëheqjen e futbollit kosovar. Vota juaj sot është besim për mua dhe për ekipin tim. Vota juaj sot është vlerësimi i punës të bërë bashkërisht dhe vota juaj sot është përkraje për të ardhmen dhe për punën e mëtejshme bashkë me ekipin tim. Realisht, Federatën e Futbollit, këta njerëztu që i keni bërë bashkërisht me mua, se njëri i parë që më dhatë mandatin dhe më nderuat, është shtys, është punë, është realisht një detyrë të cilën unë e bëj deri kur muj me bëj me shumë qef dhe me shumë përkushtim. Gjithmonë do t'jemi gatshëm në shërbimin tuaj 24 orë 7, 24 7 më keni gjithmonë online për nevojat e futbollit, për detyrat tona që i kemi bashkërisht me të gjithë ta njerëz dhe me stafin tim, administratën e futbollit,
që i falenderoj shumë, sepse këtë punë nuk e kom bëhen, po e kam bërë të gjithë këta. Unë muj me thonë lirisht që unë jam ai cili i menaxhoj punë, menaxheri, por gjithsesi unë jam njëri nga ju. Të pranishëm në kuvendin zgjedhor të FFK-s ishin edhe përfaqësues të FIFA-s dhe të UEFA-s, por edhe nga Ministria e Sportit dhe nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Paraprakisht, presidenti Ademi e paraqiti raportin e punës për vitin 2025 si dhe programin e tij për mandatin e ri me moton me futbollin për Kosovën. Po ashtu me 49 vota pro dhe 3 abstenime u zgjodhen edhe anëtarët e rinj të Komitetit Ekzekutiv të FFK-s. Gjatë punimeve të kuvendit, delegatët i miratuan raportin e punës, raportin e auditorit, buxhetin për vitin 2026 si dhe auditorin e jashtëm për vitin 2026. Buxheti i FFK-s për këtë vit do të jetë afro 25 milion euro. Po ashtu u prezantua edhe fanella zyrtare e kombëtares nëse kjo e fundit kualifikohet në botrorin 2026 me partnerin zyrtar Adidas. Duhet cekur se në javët paraprake kishte një përplasje mes FFK-s dhe Ministrisë së Sportit, e cila u zotua se nuk do ta njohë këtë kuvend zgjedhor. MKRS-ja madje mund ta shpallat të pavlefshëm pasi konsideron se FFK-ja nuk e ka harmonizuar statutin. Shikues të nderuar, ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj shumë për vëmendje, mirupafshim dhe mirëmbëjtje.